5 shtetas shqiptar, 2 gra dhe 3 fëmija riadhësuar nga Siria në Shqipëri pas një operacioni që përfundoi këtë mëngjes herët 26 gushti. Mbrojtja e shqiptarëve që u riadhësuan nga zonat e konfliktit në Siri ndodhi rreth orës 1:20 të mëngjesit të sotëm. Mes të riadhësuarve është dhe një 79 vjeçare, e cila kishte udhëtuar drejt Siris pas humbjes së djalit të saj, i cili ishte larguar drejt këtij vendi për t'u bashkuar formacioneve të ISIS. Siç njoftohet nga Ministria e Brendshme, më shuara kishte shkuar me qëllim marrjen dhe kujdesin për nipërit e saj. Por prej asaj kohe 79 vjeçaria pas rënies së strukturave të ISIS kishte qëndruar në kampin Al-Hol në kushte veçanërisht të vështira jetese, duke vijuar të kujdesej për fëmijë të mitur, përfshirë dhe 2 fëmijë jetim që ndodheshin nën kujdesin e saj. Kujdesi për 5 shqiptarët e riadhësuar në zonat e konfliktit në Siri do të vijojë. Atyre do të ofrohet ndihma e nevojshme dhe do të kryen vlerësimet shëndetësore dhe psikosociale në vijim. Ndërkohë operacioni dhe nxjerrja e tyre në mënyrë të sigurt nga Siria, Tirana zyrtare bashkëpunoi ngushtë edhe me autoritetet siriane. Operacioni i fundit për kthimin e shqiptarëve nga Siria në Dhe ndodhi në shkurt, kur u riadhësua Eva Domani, pas 12 vite shëndrim në kampin famkeq të xhihadistëve Al-Hol. Ministri i Brendshëm Besfor Lamallari ndërkohë konfirmoi se institucionet shqiptare do të vijojnë punën për kthimin e të gjithë shtetasve shqiptar që ndodhen ende në Siri, duke garantuar respektimin e procedurave ligjore dhe të sigurisë, si dhe mbrojtjen dhe trajtimin e përshtatshëm të miturve.